A është e mundur që 99 emrat e Zotit të thuhen në një formë dhikri, për shembull, 100 herë El-Wahhab, El-Wahhab, El-Wahhab ose Er-Rahman, 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 100 herë. Një emër të Zotit 100 herë dhe mas 100 herëshit me bë dua. Edhe sa herë duhet me bë dua, 1 apo 2. Në Islam nuk ekziston dhikr vetëm me emrin e Allahut. Nuk ekziston. Jo, po kemi parë që bën Allah, Allah. O Zot një magje më vëlla. Pasha Zotin që nuk ka Zot tjetër veç ti. Po të magjesh e bëj unë vëlla. Se kam problem fare. S'kam rast, ora as hadith të dobët, as hadith të shpikur nuk ka për këtë punë. Nuk bëhet dhikr vetëm me një emër të Allahut. Për shembull, dikush thot Ar-Rahman, 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 ose Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 100. Pastaj Allahumma arhamni, o Zot më shiro. Nuk ekziston kjo në fen tonë. Nuk ka asnjë argument të tillë në fen tonë që bëhet ky lloj dhikri dhe këto lloj duash. Po mirë, pa hadithi që thot lutet me emrat e Allahut. Lutet pra thot, o Allah, ti je i gjithë mëshirshëm, më mëshiro. O Allah, ti je falës, më fal. O Allah, ti je furnizues, më furnizo. Kjo është lutja me emrat e Allahut. Ja me bë dhikr e mas dhikrit me përmend një dua i lutje.